Sigurimi pronave është ende në nivele mjaft të ulta në rajonin e Korçës. Sipas ekspertëve të fushës, të siguruara nga zjarri apo tërmeti janë më pak se 3 apo 4% e banesave, ndërsa bizneset kanë një ritëm më të lartë sigurimi. Përgjithsisht janë siguruar bizneset që kanë një koeficient të lartë rrezikshmërie zjarri, ndërsa me banesat i referohemi një pjesë më të emancipuar të shoqërisë që ka dhe një lloj tradite që vazhdojnë dhe sigurojnë shtëpiat e tyre. Por numri është mjaft i vogël, mund të themi as 3-4% e të gjithë ndërtesave të rajonit nuk është e siguruar. Eksperti Balli bën të ditur gjithashtu se për të siguruar pronën nga zjarri apo tërmeti, vlera që qytetarët duhet të paguajnë në një vit është e përballueshme, por ajo që mungon është kultura e sigurimit. Nga ana tjetër, edhe sa i takon prodhimeve bujqësore të fermerëve, sigurimi i tyre është ende në hapat e para. Në rajonin e Korçës numërohen me gishtat e dorës fermerët të cilët kanë siguruar produktin e mollës, ndërsa edhe kompanitë e sigurimeve kërkojnë sipërfaqe të mëdha për t'i siguruar. Do të thojë në Korçë kërkesat më frekuente kanë qenë sigurimi i mollëve, por kjo bëhet për një kompani shumë komode kur sipërfaqet e siguruara janë relativisht të mëdha. Nuk sigurohen, nuk ka interes që të bëhet një inspektim i sipërfaqeve shumë të vogla. Vitet e fundit edhe në rajonin e Korçës nuk kanë qenë të pakta zjarret në ndërtesa apo edhe fenomene si tërmeti apo breshëri në fusha. Pavarësisht kësaj, qytetarët ende nuk janë të sensibilizuar në masë për të siguruar pronat apo bizneset e tyre.